Personat që hanë djath urgjent duhet ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Djathi është ndër produktet më të preferuara të shqiptarëve që konsumohet masivisht. Këtë e thot një analizë e 15 studimeve të ndryshme shkencore mbi rolin e djathit kundër problemeve të zemrës. Të dhënat tregojnë se 30% e qumshtit të prodhuar në vendin tonë shkon për prodhimin e plot 13 ton djath. Por duke qenë se shumica e blegtorëve akoma punojnë në tregje informale, niveli i prodhimit të djathit në vendin tonë pritet të jetë më i lartë se kaq. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Djathi përmban disa ushqyes të rëndësishëm siç janë kalciumi, zinku, vitamina A dhe vitamina B12. Djathi është i pasur gjithashtu me yndyrna të ngopura, ndaj deri më sot besohet se e rriste nivelin e kolesterolit dhe riskun e sëmundjeve të zemrës. Por studimi i ri sugjeroi se ky produkt luan një rol mbrojtës për shëndetin kardiovaskular. Studimet mbi rolin e djathit në shëndetin e zemrës kanë qenë vërtet të gjëra. Të gjitha studimet e analizuara mbi këtë çështje përfshinë të dhënat e plot 200.000 të rriturve. Ushqyerja e tyre u monitoruar gjithashtu nga shkencëtarët për më shumë se 10 vite. Të dhënat tregojnë se njerëzit që konsumojnë djath rregullisht ishin 18% më pak të rrezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Ata ishin 14% më pak të rrezikuar nga sëmundjet koronare dhe 10% më pak të rrezikuar nga ishemia e të tjera. Por cilat janë vlerat e djathit për organizmin dhe kur duhet ta konsumojmë atë? Djathi është një nga ushqimet më të pasura me vlera dhe një burim i pasur i proteinës, kalciumit gjithashtu dhe elementeve të tjerë ushqyes të rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit. Krahas shëndetit të zemrës, konsumi i djathit ndikon edhe në forcimin e kockave dhe do të ulë gjithashtu riskun e zhvillimit të osteoporozës. Efektet e djathit në organizëm janë vërtet të gjëra dhe ndikimi i tyre në organizëm cilësohet gjithashtu si një nga produktet më të mira ideale në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Djathi përmban sasi vërtet të mëdha të kolinës. Një përmbajtje e tillë gjithashtu ka efekte pozitive të vitaminës E, gjithashtu vitaminës K, riboflavin, vitamin B6, folat e të tjera. Gjithashtu edhe vitamina B12 që gjendet te djathi do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre inflamacioneve. Ekspertët e cilësojnë djathin si një prej produkteve më fantastike ushqyese për shëndetin dhe si i tillë ai duhet të konsumohet në mënyrë të rregullt në dietën tuaja ditore. Shtimi i djathit në vaktet tuaja do të jetë gjithashtu një mburojë shumë e mirë për organizmin dhe një lehtësues shumë i mirë i komplikacioneve të shëndetit. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë konsumin e djathit në dietat tuaja si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese që mund t'i jepni shëndetit dhe të parandaloni edhe komplikacionet e tij. Djathi është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës, duke i dhënë edhe vlerat e mira për të. Disa lloje të djathrave janë shumë të mira për funksionet e zemrës, siç u përmend edhe më herët. Trupi ka nevojë për pak yndyrë në mënyrë që ai të funksionojë si duhet. Ndaj edhe shtimi i djathit në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje e mirë fantastike. Djathi përmban kalium, fosfor dhe magnez, që janë kombinuese shumë të fuqishme për shëndetin tuaj kardiovaskular dhe mund të lehtësojnë kështu komplikacionet e tyre. Shtimi i djathit në menun tuaj ditore do të jetë një mundësi e çmuar për shëndetin edhe në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Djathi përmban vitamina esenciale, çka do të ndikojë pozitivisht në organizmin tuaj. Lloje të ndryshme të djathit përmbajnë gjithashtu edhe vitamina të shumta, të cilat luajnë një rol të mirë ndikues për shëndetin dhe në betejën kundër komplikacioneve. Vitamina A të djathit ndihmon në funksionet më të mira të sistemit imunitar, vitamina B2 ndihmon në mirëqenien e shëndetit të lëkurës, syve dhe të sistemit tuaj nervor. Dhe vitamina B6 ndihmon në formimin e hemoglobinës. Vitamina B12 përfshin në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Vitamina D rregullon kalciumin në trup, ndërsa vitamina K nevojitet për bllokadat e gjakut që ndihmon edhe në shërimin më të mirë të trupit.
Pra shtimi i djathit në menunën tuaj ditore do të jetë një mundësi e çmuar në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Djathi ndihmon në menaxhimin dhe parandalimin e problemeve që shkakton osteoporoza. Edhe pse konsiderohet si një problem që vjen me moshën, kjo sëmundje gjithashtu është një kërcënim i madh serioz për njerëzit e të gjitha grup moshave. Kjo sëmundje mund të shkaktojë gjithashtu simptoma të tilla siç mund të jenë edhe probleme të shëndetit dhe nxitja e një organizmi të dobët. Ndaj, sigurimi i dietës suaj me këto produkte fantastike do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit dhe të parandaloni edhe komplikacionet e tij. Tek gratë, një përqindje e madhe pas menopauzës vuajnë nga problemet e osteoporozës, ndaj ushqyerja e duhur në të gjitha moshat është çelësi më i mirë rigjenerues për shëndetin tuaj të nyjeve dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e djathit, sigurohuni që ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Djathi është një element ushqyes shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj të dhëmbëve. Djathi ka nivele të larta të kalciumit, i cili është një kërcial për dhëmbët dhe kockat e shëndetshme. Sipas ekspertëve të Healthline, shtimi i djathit në dietën tuaj do të ndihmojë dukshëm në forcimin e dhëmbëve dhe në kontributin më të mirë të fortët të nofullës. Djathi është i mirë gjithashtu për shëndetin tuaj, siç mund të jetë edhe funksioni i rritur i trurit. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të jetë një aleat i çmuar i shëndetit të trurit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të keni një kujdes më të fortë falë yndyrnave omega-3 që gjenden te djathi, do të merrni gjithashtu edhe përfitimet të duhura për ju. Rekomandohet që të konsumoni jo më shumë se 40 deri në 50 gram djath të bardhë çdo ditë. Kështu përfitimet e tij në shëndet do të jenë më të arritshme për organizmin dhe gjithashtu të parandaloni komplikacionet. Shtimi i djathit në mënyrë të përditshme nuk është një ide e keqe, por konsumi i tij duhet të jetë brenda rekomandimeve ditore në mënyrë që vlerat e djathit në organizëm të jenë më të plota, gjithashtu edhe më të fuqishme. Djathi shpesh nuk rekomandohet për shkak të sasive të larta të kalorive, yndyrnave dhe kriprave që ai përmban, por faktikisht ai është i mbushur edhe me sasi të mira të lëndëve ushqyese, element këto shumë të rëndësishëm për organizmin. Shtimi i djathit në vaktin tuaj ditor do të luajë një rol të mirë parandalues edhe kundër komplikacioneve të shëndetit të dobët të dhëmbëve. Djathi ka nivele të larta të kalciumit. Sipas Bill Sheffer, kirurg dental, kalciumi do të ndihmojë gjithashtu në formimin e dhëmbëve dhe do të kontribuojë në nofullën tuaj më të fortë. Djathi është i pasur me vitamina esenciale, siç janë vitamina A, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D, vitamina K e të tjera. Ndaj shtimi i djathit në menunën tuaj ditore do të jetë një element i çmuar për organizmin dhe do të parandalojë gjithashtu komplikacionet e tij. Djathi është një nga produktet më të mira të bulmetit dhe një burim i pasur i proteinave cilësore. Djathi përmban proteina cilësore, natrium esencial që është përgjegjës për ndërtimin e indeve, gjithashtu edhe qelizave dhe muskujve, por edhe në ndërtimin më të mirë të antitrupave për organizmin. Ekspertët e cilësojnë djathin si një prej produkteve më të mira ushqyese për shëndetin, dhe si i tillë duhet të jetë pjesë e pandërprerë e dietave tuaja. Djathi do të ndihmojë gjithashtu edhe në formimin e masës më të mirë muskulare. Djathi është i pasur me nivele të larta të proteinave, një zgjedhje e shkëlqyer për të formuar kështu edhe indet dhe muskujt tuaj. Kjo pasi proteinat janë një përzgjedhje shumë e rëndësishme e aminoacideve që janë element ndërtimor për indet dhe për muskujt tuaj. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol parandalues kundër këtyre komplikacioneve. Djathi është një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin dhe si e tillë mund të jetë një nga elementët më të rëndësishëm për trupin dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të ndikojë gjithashtu edhe në shëndetin e kockave. Djathi, duke qenë se bëhet nga qumshti, është i pasur me kalcium që është shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj të kockave dhe si i tillë do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre komplikacioneve, citojnë ekspertët e Healthline. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.